Trumpi me atë Xixin. Xixi opa, si e ka me Xi. Ajde, emër me 2 gërma. Xi. Si të ka më... I fillojmë tash. Xax. Futemi ke tema ime. Kapemi pak me këto. Jepi. Qa bëhet Allah? Kanë rënë dashni bashkë këtë rallë ata? Pika parë fillon gjithçka ke një shtrëngim duarsh që është komentuar shumë në botë. Mënyrën se si i zgjati dorën Trumpit, si a mori Xis dhe si nuk e la që t'i afronte ke trupit Trumpit. Këto quhen analizë e gjuhës së trupit. Dhe unë kam super herë parë gjuhën e trupit si vlerë politike. Tek kur kam qenë diku ke sa i bie 16-17 vjeç, javën mesazhe. Kur kam lexuar librin e Kadares, Koncert fundimrit, dhe tregonte një sistem analize brenda sistemit sigurimit të shtetit që analizonin gjuhën e fotografitë e shtypit kines komunist të Mao Zedongit. Bëhet fjalë për gjërat viteve 70. Dhe më ka shumë përshtypje mënyra si analizonin fotografitë. Ishte filani anash, ku ishte tjetri, si do lëvizin forcat e pushtetit brenda vetes. Dhe që atëherë kam vrarë mendjen për ta analizuar imazhin, si thosh përtej asaj që thuhet, po dhe duke parë se si sillen palët. Dhe mund ta them me plot gojën që pamja që pam, ku Trumpi i zgjat dorën, ai zgjat dorën, po Trumpi do t'i afrojë dhe ai e mban me forcë. Dorë si një ato ndeshjet me 2 duar, ke parasysh? Po i tregon që jam i zonë. Ai skem fakt ka të bëjë me gjë tjetër. Trumpi përdor gjithmonë këtë sjellje, si gjuhë trupi, imponim pushteti. Hajde këtu të se je i mi. Dhe Xia nuk e afron, nuk e lejoj ta bëj këtë. E shtrëngoi fort dorën, dhe Trumpi u përpoqta të rishte pas s'ia doli dot. Dhe unë kuptova që Xia ishte edhe burr i gjatë, se e dija që ishte i shkurtër si gjithë kinesët e tjerë. Për tu habite. Mburi nga që ishte i gjatë sa Trumpi. Tani, takimi Xi Trump duhet marrë gjithmonë kontekstin takimit Trump-Putin në Alaska. Nuk ka kuptim të kuptosh çape, po nuk bëre një sistem krahasimor që të kuptosh se çfarë po ndodh me palët. Deri takimit atje. Ose në sakt paralele. Teza ime ka qenë prej një viti që në fakt që luftën e Ukrainës, që në thelb ka një luftë tjetër nga ajo që shohim ne. Në 2016 kur Trumpi doli kandidat për president, unë pëlqeva më shumë nga të gjitha fjalën që ai tha, Rusi nuk është armiku, jo, është kinesi. Ai shpiku për të parë gjeopolitikën e amerikane e rrezikun kinez realisht. Që u tha me zë, me fikur, publikisht dhe e ktheu në një doktrinë politikës jashtme amerikane. Deri në atë moment, ti si njeri kinemas, ke kuptuar që kishte një trend çuditshëm në kineman hollywoodiane që nga vitet 90, që Rusit ishte gjithmonë i keqi, kurse kinezi gjithmonë i miri. Dhe kjo vazhdoi edhe në kohën e 2016-s, po ndërkohë vazhdoi edhe pas 2016-s. Dhe gjithmonë kinezi ishte i mirë dhe Rusi i keq. Dhe pyetja është, ore, ky Hollywoodi çufove, sa ata e kanë. Por se duhet ta nxjerrë gjithmonë Rusin të keq dhe për kinezin të mirë? Si ka mundësi që s'ke film ku kinezi është i keq? Po, mund të ketë kinez të këqij, por ka gjithmonë kinez të mirë. Kurse me Rus gjithmonë të këqij. Gjithmonë të këqij, janë negativ. Por doktrina Trump e modelit të ri që u prezantou 2016-ën, u kuptua më shumë kur filloi lufta në Ukrainë, 2022. Bota është në një gjendje tensioni të vazhdueshëm. Por mbi të gjitha ka të bëjë me hegemoninë e palëve dhe ndryshimet e rendit për shkak të ndryshimit fuqive. Pra, kemi një rend të vjetër i cili nuk përputhet me rendin e ri, sepse rendi i ri është rendi që kanë fuqi të ndryshme në pozita të reja që kanë aktor dhe faktor. Pra, nëse dikur kishim një hegemoni amerikane, sot ne kemi, si thosh, një fuqi të re në botë që quhet Kinë. Apo. Dhe kjo hegemoni amerikane pas luftës ftohtë që ishte e vetme, tashmë ka përballë një pushtet të ri që quhet Kinë, i cili konkuron me Amerikën dhe është në avans në shumë gjëra raport me Amerikën. Kur ti shef Putinin me Trumpin dhe shef Xin me Trumpin, apo shef Putinin me Xin, se këto është gjëra shumë ndaj. Këta të tre janë gjithë loja e madhe e pokerit botror, të rendit të ri,
Ne do të kujtojmë gjithë që shumë e rëndësishme në raport me ata që duan të merren me gjeopolitikë. Ka qenë një shprehje shumë e fortë e Stanley Kubrick që unë kam botuar gjithmonë në rrjetet sociale, se më ka pëlqyer gjithmonë për të qenë kaq e qartë në argumentin e vet. Stanley Kubrick në një intervistë thotë: fuqitë e mëdha si dhe si gangster, kurse të vogla si prostitutat e tyre. Ky është thelbi i gjeopolitikës. Gjeopolitika nuk është rend të drejtash, rend i të mirës. Është thjesht pushtet forcash. Pra forcat kundër veprojnë dhe pozicionohen. Të fuqishmit vendosen përballë njëri tjetrit. Të dobtit bashkangjiten fuqive të mëdha. Disa e luajnë me të gjithë, disa. Pra si prostitutat në një raport me gangsterë. Po ti shohësh ato tre personazhe, Putin, Xi dhe Putin, këta janë tipik tre gangsterët e kohës. Po fjala gangster për shumë njerëz është kuptim të keq. Kurse këndvështrimi tim ka të bëjë me koncepte western. Gango. Unë e shoh ke western, e shoh shumë ke filmin Sergio Leones, Il buono, il brutto e il cattivo. Dhe nga pozicioni jonë ideologjik dhe etnik përcaktohet edhe kush është bruto, kush është buono e kush është cattivo. Dhe për mua filmi Sergio Leones ka qenë gjithmonë gujë e fortë për të kuptuar këtë fenomen. Në këndvështrimin tim kemi një realitet shumë interesant në raport me gjeopolitikën e re, me ardhjen e Trumpit në pushtet në 2025. Trumpi premtoi Make America Great Again, por në Amerikë ka filluar të perceptohet dhe gjithë botën me të drejtë si Make Israel Great Again. Në fakt, në këndvështrimin tim, unë kam botuar një tekst në anglisht në Substack para se fillonte lufta, duke përdorur një argument timin që unë e kam edhe si tezë akademike në fushën e shkencave politike dhe gjeopolitikë. Pasi unë kam, si thosh, prej shumë kohësh angazhimin tim shumë të fortë në pjesën e gjeopolitikës. Dhe madje unë e quaj me humor disiplina e gjeologjisë së gjeopolitikës, për shkak se unë trajtoj çdo temë në dimensione tridimensionale, edhe kohore, edhe gjeografike. Domethënë nuk i marr gjërat që ndodhin sot, por çka ndodh para 3000 vjetësh për këtë gjë. I hy me themel. E kam si thosh, jo thjesht stilin, po dhe mënyrën se si unë bëj algoritmin tim të mendimit. Koncepti është që në teorinë time unë besoj që ekziston një lojë që është pjesë e teorisë akademike të lojës në gjeopolitikë që quhet si sillen palët në një situatë caktuar. Për shembull kur merret peng dikush. Çfarë bën pengu, çfarë bën pengmasi, çfarë bën targeti etj. Dhe këto trajtohen në gjeopolitikë në teorinë e lojrave. Në rastin tim konkret, unë e kam trajtuar këtë në një, si thosh, test time në akademike që kam botuar në Substack, kushdo mund ta gjej, që sipas meje, kur pengu nuk ka asnjë alternativë për të shpëtuar pengmarrësit, dhe është detyruar që të godas targetin për llogaritë të pengmarrësit, e vetmja rrugë që ka është të fuqizojë targetin që të godas pengmarrësin. Pra të heqë qafe pengmarrësin nëpërmjet atij që ai vetë duhet të godas, në mënyrë që të shpëtojë nga pengmarrësi. Pra në rastin konkret po themi, në një situatë tipike. Nëse unë jam i detyruar për shkak të pengmarrjes godas Iranin, unë e fuqizoj Iranin që ai të godas me qafe pengmarrësin, që është Izraeli. Po ta themi terma. Kjo është një tezë. Kjo është një tezë që do vetë gjykim vetëm nga koha. Askush sot s'është gjë të thotë këtë drejt apo e gabim, se asnjë se di as unë vetë se di. Por unë mendoj që kjo mund të jetë. Në rastin konkret në Kinë, ne kemi 3 gangsterë, një në Rusi, një në Moskë, një në Moskë, një në Pekin dhe një në Washington, 3 personazhe që po merren me rendin e ri botëror. Dhe takimi i Trumpit me Xin përcakton pyetjen e madhe që Trumpi ngrit në vitin 2016. Tha, nuk është rusi, është kinezi. Çfarë do thotë nuk është rusi, është kinezi? Nuk është rusi do thotë që ne nuk rrezikohemi nga Rusia. Ne rrezikohemi nga Kina. Nuk vetëm një idiot mund thotë jo. Çfarë rrezikon Amerika nga Rusia? Asgjë. Çfarë rrezikon Rusia nga Kina? Gjithçka. Pozita, ekonomi, ushtri, politikë. Rusi nuk e rrezikon Amerikën, nuk e cënon Amerikën, se s'ka fuqi. Nuk është një fuqi botërore. Është fuqi ushtarake botërore, po jo ekonomike. Është vërtetuar që lufta e vërtetë është ekonomi. Në vitin 1942, një nga spionët më të rëndësishëm të Hitlerit çoi një raport në Gjermani që ne kemi humbur luftën. Detyra e tij ishte të monitoronte industrinë amerikane të luftës. Dhe ai nxori përfundimin që fuqia amerikane për të prodhuar në një muaj material ushtarak
sa Gjermania në një vit e bënte luftën automatikisht fituar nga Amerika. Dhe këtë ka shpjeguar general Patton pas luftës dytë botërore, para se ta vrisnin, se çufët e vranë dhe atë, ku ai deklaroi tekstualisht: tankeri Panzer, tha, vlente sa 4 tanke amerikan. Ja harrova emrin e atyre tankeve amerikan. Por ne kishim 5. Pra, do fitonte Amerika, se kishte më shumë tanke se Gjermani, pasi Gjermani ishte më të mirë se Amerika. Është një histori me dronët dhe raketat iraniane. Ata e kanë me kostotullët, një patriote kanë me $2 milion. Pra përzuj dronë $15,000 ka duhet harxojnë $2 milion. E ke humbur luftën, po që kështu koste, apo. Tani koncepti më shkruaj që thelbi i asaj që tha Trump në 2016 dhe që është prezente edhe sot, ka të bëjë me një element geopolitik historik që është trajtuar gjithmonë si një frikë e së ardhmes, që tashmë është aktual. Dhe gjithmonë është diskutuar martesa e Ariut me Dragoj si problem. Po të martohet Ariu me Dragoj, pra Rusi me Kinezin, bota e ka humbur përfundimisht dominancën perëndimore, bota perëndimore. Pse? Sepse një marrëdhënie aktuale në formë martese e Rusisë me Kinën do të prodhojë një super avantazh që askush mund ta arrijë. Rusi ka burime dhe hapësirë dhe pozicion gjeografik, kurse Kinezi ka ekonomi. Në ushtri të dy janë të fuqishëm. Tani çfarë do thotë po të bashkohet Rusia dhe Kina në një aleancë? Kanë edhe gojën edhe arën. Gjithçka. Tani pyetja është, përse Kina e ka këtë avantazh? Është pyetja. Kjo është thelbësore. Kina e ka avantazhin ekonomik sepse është një komplot i madh botëror që është bërë për ta bërë këtë gjë. Duhet të kthehemi shumë vite përpara. Ishte viti 46, 48. Komunistët fitojnë pushtetin kin me ndihmën e sovjetikëve. Dhe në atë kohë, çuditërisht shfaqen 3 çufa. Krahë të djathtë të Mao Zedongit. Njëri nga këta ishte arratis nga Anglia, sepse ishte spion i sovjetikëve, një tjetër nga Amerika, dhe këta 3 çufa përcaktuan të gjithë orientimin geopolitik të Kinës komuniste të Mao Zedongit, që vrau 50-60 milion njerëz me brenda 10 vjetësh. 10-50-60 milion kinezë vrau. Në total janë vrarë 100 milion kinezë nga regjimi komunist. Dhe këta çufa, kur vdiq Stalin, Mao Zedongi, nëpërmjet çojën lajt dhe Deng Xiaopingit, arritën që nëpërmjet Deng Xiaopingit, arritën që të shfrytëzojnë një çarje të madhe midis Kinës dhe Bashkimit Sovjetik, duke krijuar një raport të ri me Amerikën. Dhe në atë kohë Shqipëria u prish me Kinën për shkak të këtij raporti të ri të Kinës me Amerikën. U sekret kësaj historie. Ishin vetëm çufa në lojë. Amerika kishte një çufë që quhej Kissinger, kurse Kina kishte 3 çufa, po njërin e këta çufot e kishte, më duket, emrin e Pshtin. Po jo s'është ai Pshtini tjetër. Gjithmonë çufat. Çufot. Dhe këta çufa përcaktuan të ardhmen e Kinës, e cila dështojnë në Bashkimin Sovjetik në vitin 1929. Në vitin 1917, kur çufot prodhuan në Bashkimin Sovjetik, çdo që po shkonte për së mbarë dhe Bashkimi Sovjetik u ndërtua vetëm me para amerikane dhe çufash. Po s'na e kanë treguar në për libra, na gënjeni, na rren. Gjithçka që bëri Lenini dhe Trotski ishte Amerikë. Në Bashkimin Sovjetik flas. Parat, teknologji dhe furnizim. Dhe mbi gjitha ekspertizë. Çufut e Amerikës ishin ata që ndërtuan Bashkimin Sovjetik në Rusi me çufut e Rusisë. Kush më dëgjon habitet. Po të gjitha që thash janë të verifikueshme, kollaj mjafton ta dish këtë që thash, që ta kërkosh, se po të mos e dish nuk e kërkon dot dhe s'të del. As nuk shkon menja. Bukur. Unë kam studiu edhe me buxhete dhe me ekspertizë. Ti ke bën nomin. Arkitektët që ndërtuan industrinë amerikane, çufot që ndërtuan arkitekturën e industrisë amerikane, mbasi mësuan Amerikë shumë dhe ndërtuan sovjetik. Pra mbasi mësuan Amerikë si bëhet, shkon dhe ja quan gati Bashkimit Sovjetik. Ky projekt vati deri në 29. Nga viti 1920 deri në 29, Bashkimi Sovjetik u projektua si hambari agroindustrial i çufave në botë, ku populli rus vuante që ta të merrnin furnizimin me çmime që do ishte. Dhe të gjithë traktorët, fabrikat, makinat,
që ishin në Bashkimin Sovjetik vinin nga Amerika 100%. Dhe teknologjitë amerikane fillon të transferohen në Bashkimin Sovjetik. Madje u zbulua që fabrikat që prodhonin traktor Ford në Bashkimin Sovjetik për llogari të çufove sovjetike ishin jo për të bërë traktor, por për të bërë tankse. U gjet që shasia e traktorëve nuk ishte për traktor, ishte për tankse, ishte më e madhe. Pra, të shasinë e traktorëve amerikan e bënin çik më të madhe dhe përshtatet me shasinë e tankeve amerikan. Pra, çufot në Bashkimin Sovjetik ndërtuan kohë përpara se ta mendonte njëri ato që quhet industria e tankeve për Stalinin. Por ky projekt dështohej në 1929. Pse? Se Stalini e prishi lojën. I përzuri gjithë çufot që kishte bërë politike dhe mori vetë pushtetin. Dhe dështoi Bashkimin Sovjetik si projekt agroindustrial i çufove. Dhe ç'bën? Në 75 e rikrijoi në Kinë komuniste. Dhe në vitin 1975 deri në vitin 1990 fillon një inxhinieri sociale pa dëgjuar ndonjëherë në një vend botës në histori, që është historia e Kinës komuniste që fillon të transformohet nga Deng Xiaopingi pak nga pak në një ekonomi mikse, ku kishte edhe një lloj Kine jo kapitaliste, por që kishte një bashkëpunim shumë të madh ndërkombëtar, teknologjik dhe ekonomik. Dhe vinin biznesmenët nga Amerika dhe Evropa, dhe nga Australia dhe Kanadaja, dhe ndërtonin në Kinë manufakturat e tyre të para. Dhe fillon dhe krijohet ajo që quhet kapitali njerëzor industrial. Që ta shpjegojmë njerëzve. Industria nuk është fabrik benzi. Industria është punonjës të fabrikës benzit. Ka një diferencë të madhe në mënyrë se kuptojnë njerëzit që është një industri. Njerëzit kuptojnë se industria është teknologjia. Njerëzit nuk e dinë që industria janë njerëzit që punojnë në industri. Pra nuk vlen fare fabrika e benzit dhe punëtorët e fabrikës benzit. Nëse ti e hedh në erë fabrikën e benzit, asgjë s'ndodh. Do ndërtohet një fabrikë më njëherë nga e para të vazhdojnë punëtorët e benzit të bëjnë benza apo jo. Këta shkatërruan nëpërmjet çufove në vitet 70, 80, 90 në mendjen e njerëzve konceptin industrial dhe shpikën ngrohen globale për të shkatëruar industrinë e perëndimit, që quhet procesi deindustrializimit. Dhe Amerika dhe Evropa, që ishin liderit botror të teknologjisë industriale, përfunduan në rënoja të teknologjisë industriale. Jo sepse prishën fabrikat, po sepse shkatruan burimet njerëzore. Çdo të thotë, nëpërmjet grosë globale vun kritere të prodhimit, fabrikave, oxhakët, sasia gaze, to rrenat e mëdha, si që të mbyllin fabrikat dhe të shkonin Kinë të gjitha. Dhe çfarë ndodhi? Ndodhi një proces transferimi. Kinë s'kishte ngrohje globale, Po këtu ne kemi tuar një çmenduri të papar që është prodhuar nga çufut, duke na kontrolluar, duke na bërë lavazh në trurin tonë. Jo ne shqiptarët e smarrim vesh këto punë, po flas si qytetari i botës. Perëndimor. Dhe koncepti ishte që këta ç'bën, shpikën ngrohen globale me Rockefellerin, shpikën ngrohen globale me Obamën, me Clintonët, me këta të tjerët, dhe detyruan të gjithë perëndimin të transferonte biznesi për mbijetesë të gjitha teknologjitë e veta në Kinë. Këtu nuk është puna se një zhvendos fabrika, se këtu është sekreti. Nuk ka të bëjë me fabrikat kjo punë, me kombinatet. Kjo ka të bëjë me burimet njerëzore. Dhe nga viti 75, në vitin 90, fillon që në Kinë, ai fshatari kines të kthehet në një punëtor industrial. fillon bumi. Bukur. Çfarë ndodhi? Në vitin 89 bie Bashkimi Sovjetik. Momentin që bie Bashkimi Sovjetik, u mbaron shkaku ligjor, zyrtar, politik Amerikës dhe Evropës që të mbajnë Kinën me bukë. Po ta shpjegoj këtë çdo të mashkin me bukë. Në vitin 89, 90, 91 ndodhi një krizë në Kinë, që quhet kriza e Tiananmenit, ku tankset e ushtrisë masakruan mijëra të rinj në sheshin Tiananmen, pa dhe muri ngjarja e Tiananmen. Por ndërkohë kishte rënë muri i Berlinit, se këtu është sekreti. Arsyeja që u përdor në perëndim nga çufot për të mashtruar gojët e tyre, do ta mbështesim Kinën që të jetë kundër Bashkimit Sovjetik. Pra, do ta investojmë veten në Kinë në mënyrë që Kina të ndahet nga Bashkimi Sovjetik dhe të mos jenë bashkë, që të mos martohet Ariu me Dragojin. E kuptove logjikën. Pasi të merri perëndimin nga gjithmonë nga martesa e Ariut me Dragojin. Kina me Rusinë.
Po të bashkohen, keq puna. Dhe vërtet është keq, po bashkohen. Tani çfarë ndodhi? Në moment që bie muri i Berlinit, ra rreziku, ra riu. Ti nuk ke më arsye që të vazhdosh punën me Kinën, apo jo? Merru me Rusin. Futu në Rusi, krijo ekonomi, krijo mirë që të bëj Rusin pjesë të NATO-s, të Bashkimit Evropian e tjerë. Sepse janë kushtet, më kuptove logjikën. Në vitin 89-91, në vend që Perëndimi me një pretekst jashtëzakonshëm të drejtat e njeriut, që e përdornin gjithmonë kur donte qefi, mund ta ndërprisin bashkëpunimin me Kinën. Dhe duke pasur kapacitet industriale të jashtëzakonshme në Bashkimin Sovjetik dhe Evropën Lindore, mund të investonin në industrinë dhe kapacitet njerëzore në Evropën Lindore dhe në Rusi. Duke asimiluar Rusin brenda komunitetit të civilizimit perëndimor, që është komuniteti Evropian, Amerikan, NATO e kështu me radhë. Bën të kundërt. Duan të shkatrojnë Rusin, dhe këtë e thot vetë George Soros, si e ka bërë. E thot vetë Soros ke librit e tij. Si krijoi oligarkinë e çufove ruse. Se sta e thënë gjithën. Oligarkinë e çufove ruse që e shkatërruan, e korruptuan, e kalbën Rusin në një moment që nevojë për ngritje. Siç do të në Shqipëri. Dhe koncepti është që terapinë e shokut që shpikën në Rusi e solli Gramospashko në Shqipëri që erdhi nga Soros. Pasi teoria e terapisë shokut erdhi nga institutet financuara nga Soros. Dhe vetë Soros e pranon se si krijoi oligarki ruse. Tani çfarë ndodhi në Kinë? Në Kinë çufot hedhin të gjitha kapacitetet që kanë që të zhvendoset e gjithë fuqia e perëndimit në Kinë. Të zhvendosen fabrikat, kombinatet, industria dhe mbi të gjithë të rinj kinez me kapacitet intelektual të lartë të bëhen student të perëndimit. Falas, ku gjithë historia financiare e fuqisë shkencore universitare të perëndimit punonte vetëm për Kinën. Ta shpjegoj pak ç'do të thonë. Kina është një projekt çufosh për të bërë nga një vend lejfenësh, fshatarësh, të vdekur, se i vran njerëz dhe mençur, i vrau Mao Zedong i vrau gjithë elitën e Kinës. Dhe ndryshe nga Shqipëria, u zhdukën dhe kadastrat, i fshin fare. Në Kinë është bërë një genocid i papar i çufove për të zhdukur çdo gjurmë të Kinës së vjetër. Për të prodhuar lejfenin që vinte nga fshati, një ignorant total që s'linte asgjë. Dhe këtë njerëz do ta projektonin si babain e fëmijëve të ardhshëm. Dhe lejfeni që shpjegonte Katarek, koncept fundimit, në fakt në Kinë është gjyshi i kinezëve të sotëm. Dhe ndërtuan një sistem ku vendos një rregull që quhet planifikimi familjar, një familje, një fëmijë. Ke parasysh historinë? Që do thotë një fëmijë nga një familje do rritet si një fëmijë i vetëm. Po mbas bëhet ky burr dhe të rinë një fëmijë, apo non, dhe të rinë një fëmijë, fëmia e vet nuk do ketë poteze hall gjaj teze, se ka qenë fëmijë i vetëm. Dhe kështu prodhuan një eksperiment social, një inxhinieri sociale të popullit kinez, që janë një popull pa kushërin të parë, pa çun xhaje, pa çun halle, pa vlla e pa motor. Për shkak politikës së ndiqe. Dhe ky ishte projekti i çufove që e përcaktuan qartë se do e bëjnë. Dhe filluan të prodhojnë kinezin ekspert të punëve të milingonës. Dhe përdorë dhe shpreha dhe sot e kësaj dite. Kam ca kinezë që bëjnë punën. Çdo të ka, bëjnë ca punë të vogla të përditshme që vetëm ata mund t'i bëjnë. Kinezi filloi të specializohet si një krah i lirë pune, po profesional për të zëvendësuar krahun perëndimor të punës në industri. Shiko, me që me kinezi, kam një pyetje interesante. Po. Ore, kinez kanë gjithë botën. Po. Mos harro që të gjithë kinezët që kanë gjithë botën kanë bërë ushtrinë. Pra janë rezervistë gjithë. Prit, se kam pyetjen tjetër vend. Ke kinez në lagje. Radhë pare nuk i shef, a kanë hymë shtëpia kanë dalë. Po. Radhë dytë që është më e rëndësishmja. Nuk i shef jenë në spital vlla. Asnjë. As mund, as me probleme, zero. I ke pa nervdesin? Kjo është e treta. Nuk e merr vesh, a vdiqja nuk vdiqja aty në shtëpi ku e ke katë më lart. Pse se di kur vdes kinezi? Si ka mundësi? E di sekretin pse vdes kinezi asnjë? Jo. E këtë kam zbuluar në Itali. Në Itali asnjë nuk e di kush kur vdes kinezi, se nuk ka statistika që kinezët vdesin. Sepse i zëvendësoj. Ti di sa vështirë s'kesh dokumenta. Shiko, jam totalisht dakord, unë kinezëve kinez gjithë së na duken. Ne prit. Puna është ai kur vdes vllak.
Ku doli, nga doli, si doli? Zhduket dhe zvendësohet. Po ku e të pas ku mshin shtëpi? Po, vjen tjetri. Po ka zhduken apo nga nxorë? Se si atë e dinë ata, nuk ka vdekje për ta, sepse dokumentat e të parit i merri dyti. E kuptove logjikën. Ke marrë dokumenta për të punuar në Itali? I mora. Ti vdes, për arsye aksidentin punë etj. Ti s'ke vdekur asnjëherë. Vjen tjetri të zëvendëson me ato dokumente, se ai ti gjet ato dokumente. Dhe ka një kusht për të bërë emigracion kin, duke zhbërë ushtrin. Pra ti nuk e kinez, ti ke rezervist. Pra ushtria kineze ka pështuar gjithë votën në një teknikisht, se janë kushtëdisa 10 miliona në Perëndim. Qoftë sa je smun. Po. E marrin e çojnë kinë zëvendësime tjetër? Jo më jo, vjen tjetër direkt o vëlla, me motoskafa, me trena, çfarë se ka. Po më ky që smun. I ku më marroj? Po ku? Po zëvendësu. Po më si i bin më burë, a vulloj në ajër vëlla? Po ç'jeti ja kanë gjetë ata. Mëse është për tu habita burë. Nuk i shef vjen çka spital për mjekim. Ti kujton se çdo kinez që shef në Perëndim ti është një emigrant. Ti kështu kujton apo ja? Unë mendoj që nuk është një emigrant, është një sklav. Një sklav që punon për sistemin. Cili është sistemi? Ti e di që janë hapur 27 stacione policie në Perëndim nga policia kineze në mënyrë ilegale dhe që janë varur gjithë nga Partia Komuniste dhe partia kontrollon gjithë punëtorët e Kinës të Perëndim. Një shoku jon në Tiranë ka i vlla që është në Itali, ka i punishtë të vetën ai. Dhe kishte punësu kinez. Dhe një ditë i vjen një qelbësir nga këto sekretarët e partisë. Pa e ditë, pa e bë. Po ky me nuhati është shqiptare. Nga ta antikomunistët në shpirt. Dhe vjen ai në fakt thotë, po shëneli thotë. Kam marrë thotë këtu ke thotë se kam ca miq. O sa mirë thotë ai. Ky dagosh për shumë i sjellsh. Dhe punonte shumë mirë me kinezët e vet. Kam një pyetje thotë, si sillen punë? Ky shqiptari urdhoi thotë. Po kam një pyetje, na sillen mirë ta. Janë po shet mirë. Unë jam i miku i tyre, ku shet ti? Unë jam sekretari i partisë. Ikra se të moram shpulla shkrena, qa nuk kena rraf Shqipi, do të rraf të rakin, dhe ikuaj, ikum gati me vrap. Dhe kuj në po shumë se si dim nga kësa ngjarje, dhe fillon dhe interesohet. Dhe shkon polici, me një miku në vetë polic, italian që të bisedonte. Në kafe, kuptot, jo në brënda në polici. Dhe rezultoi që këta dhe rogat dha, që i qonte ky, një pjesë i këshin kin direkt. Pra i qonte i rrogën kënë punë, dhe ja qonë në përmet bankës. I kështë me dratë rregulla kinez të vetë. Më që këj qonte lekët në bankë, një pjesë e parë dhe automatisht shkonin ki. Këta janë sklerit e Kinës. E kuptove dhe gjikë. Këta robot. Në i kuptim. Për robot i bimë burë se mos i shofesh masive. Mos mjekojnë një herë. Ndërkohë, kjo Kina, në vitin 2000, u bë sebeb që për të parë në histori, Amerika t'i bënte një ultimatum që nga koha e Kennedit, Izraelit, ultimatum. E ka shkruar Clintoni para se nga presidenca. Dëgjoj tekstin, që ta kuptosh çka ka ndodhur. Ai teksti thotë gjitha. Nëse Izraeli nuk ndërpret çdo transferim teknologjisht amerikane ushtarake drejt Kinës, ne do të ndërpresim gjithë marrëdhëniet ushtarake me Izrael. Ma për këtë është? Që është ndodhur këto 10 vjet? Izraeli vite teknologji ushtarake amerikan dhe jep te Kinës. Pyetja është pse? Se të pyesin gjithë pse. Për një arsye shumë thjeshtë. Çufot kanë 150 vjet që po përpiqen të shkatërrojnë Perëndimin. Civilizimin perëndimor. Dhe prodhojnë gjithmonë çarën e madhe, luftën e madhe, konfliktin e madh. Kush e shpiku Bashkimi Sovjetik që shkatërroi të gjithë Evropën lindore? Çufot. Pse u bë lufta e dytë botërore? U investua ke Hitleri që shkote drejt Bashkimit Sovjetik. Pastaj shkatërrua dhe Gjermaninë dhe humbët me Bashkimin Sovjetik se ishte Stalini që rrotullonte kështu të gjithë. Dhe ky është një gjeopolitikan shumë i famshëm në botë, që nga ata mendit e lira, jo nga ata që kontrollojnë çufot, jo Shabbat Goim, i cili u ftua nga Tucker Carlson diku ke 6 muaj përpara. Dhe Tuckeri që ka rreth një vit që po ndërton rezistencën amerikane kundër çufove, jo më kote kështë eftuar për burrin dhe i pyetje. Thotë, ore, si është kjo puna, thotë,
mbështetjes që ka dhënë Perëndimi Kinës. Kjo është pyetja, thaj. Si ka mundësi, tha, që në vitin 90, tha, që marrun punë me shkakun, pse do të merresh me Kinën për shkak të Bashkimit Sovjetik, kur ra Bashkimi Sovjetik, ne tha nuk lam gjë pa bërë, tha, për të prodhuar armikun ton, për të shpikur armikun ton, tha, dhe për të ndërtuar një superfuqi që do të na nxitë neve knockout, që është Kina. Ç'patëm ne, që e bëm të punë. Dhe pyetja pastaj që po ta shtroj unë ty është, ç'pati Perëndimi që i hapi gjitha universitetet për ushtrin kineze? Pse për ushtrin kineze? Se gjitha universitetet që vinë kineze nuk vinë për arte, për muzikë, nuk vinë për sociologji, vinë për robotik, për informatik, për biokimi, teknologji. Pra, për teknologji të përparuar. Dhe ti duhet të kesh parasysh diçka që bursa që paguan një kinez për shkollën e tij është si thosh memeja më e madhe në histori. Paguan 5 lek për të marrë gjithë historinë e botës. Perëndimi ka universitete të jashtëzakonshme, klasë më të shkuar, që tash ka filluar dekadenca, që ka të bëjë me nivelin më të lartë dijes botërore. Dhe i gjitha kjo jepet falas në një kuptim studentëve kinez të cilët janë më të dashurit për profesorët e tyre në çdo universitet botës. Sepse një student kinez përfaqëson Kinën dhe mund t'i sigurojë profesorit vet kontrata në Kinë universitare, të cilat të gjitha janë të lidhura në një sistem nervor me ushtrin kineze, për teknologji ushtarake, për viruse, për bomba, për raketa, për aeroplan, për robot, për çfarë duhet ti, teknologji informacioni dhe gjithçka tjetër dhe çdo lloj industrie. Dhe gjithë Perëndimi ka prodhuar të gjithë teknologjinë kineze nëpër universitete dhe gjitha kompanitë e Perëndimit për të shpëtuar nga ngroja globale, deindustrializimi i Perëndimit dhe ndryshimi i mentalitetit të fuqisë prodhuese industriale perëndimore që e shuan pak nga pak, çdo gjë bëhet për Kinën. Dhe Kina ka që në vitin 90. Dhe deri më sot që vjet teknologji ushtarake amerikane nëpërmjet çufove, ta thash atë të Clintonit dhe i gjën kush dojë ta kërkojë. Dhe koncepti është që Kina u shpik nga çufot për të rënuar Perëndimin. Dhe kur Trumpi doli dhe tha, nuk është armiku rus, është Kina, tha në 2016, këta bën çmos çufot që ta rrëfyn Trumpi në 2020. Me këtë rast filluan luftën për detyruar Ariun të martohesh me dhunë me Dragojin, që është lufta e Ukrainës. Lufta e Ukrainës nuk e bën as Ukraina as Evropa as Amerika. Lufta e Ukrainës bëhet nga çufot. Dhe është projekti i çufove. Është projekt 150 vjeçar, 200 vjeçar a 220 vjeçar, ka filluar me Napoleon. Koncepti është që gjithë martesa e rusit apo më saktë e Ariut me kinezin apo më saktë me Dragojin që ndodhi pas luftës në Ukrainë, pasi filloi lufta në Ukrainë, ishte e detyrueshme për Rusin për shkak se detyroi Perëndimi, se kishte në plan. Dugin është një filozof rus që është truri i Rusisë. Dugin ka bërë një libër vitin 99 që shpjegon të ardhmen. Dhe ai ty bën një nga përcaktimet më groteske për të kuptuar sot, po që në atë kohë mund ta bënte, sot e nuk e thot, por tha që armiku i vërtetë i Rusisë nuk është as Evropa as Amerika, është Kina. Sepse Kina të vetëm në hapësirë etike ka Siberin. Pra marrën e gjysmës së Rusisë, pushtimin e gjysmës së Rusisë. Dhe kjo do të ndodhë një ditë. Dhe vetëm që kemi ne armat atomike për ta mbrojtur veten, por kemi që i kanë dhe ata. Dhe në vitin 2022 kemi një martesë të detyruar me çdo kusht të Ariut me Dragojin, sepse vetëm një rrugë që shpëtonte Rusia nga mënyra si reagoi Perëndimi në raport me Ukrainën, ishte që të gjente një burim tjetër mbijetese, që ishte eksporti i energjisë ruse dhe lëndëve të para drejt Kinës, për shkak se nuk mund ta ndalonte dot Perëndimi furnizimin e Kinës. Dhe kjo e bëri Rusin që nga viti 2022 janë tjetë në varësi të Kinës. Dhe ky fenomen prishte martesën artificialisht të Shqiponjës me Ariun, të Trumpit me Putinin, të Amerikës me Rusin. E cila ishte vetëm zgjidhje për të stabilizuar një rend në paqe dhe që të përballesh Amerika me Kinë. Duke mos e lejuar Rusin të ishte aleat me Kinën, sepse do ishte aleat me Amerikën. Një histori që kishte 200 vjet që vazhdonte. Rusia ka gjithmonë aleat me Amerikën. Në shekullin 19, në shekullin 20, në çdo luftë. Dhe në çdo situatë, pavarësisht luftës ftohtë që është një situatë specifike.
Tani, koncepti kryesor për ta kuptuar këtë që po them unë ty lidhet me faktin që kur erdhi Trumpi herën e dytë në pushtet, përcaktoi prap prioritet Kinën dhe zgjidhjen e problemit me Rusin, që ishte lufta për paqe. Pra, ti e di që Trumpi u përpoq shumë të vendoste paqe midis Ukrainës dhe Rusisë. Dhe që perëndimi nuk e lejonte, në fakt çufut nuk e lejonte. Dhe një ditë bukur, Trumpi mori një vendim çuditshëm që çon në Rusi si negociator për paqen dy njerëz pa lidhje me këtë punë, të cilët nuk kishin as lidhje as me Amerikën, por që përfaqësonin realisht çufot. Jared Kushner dhe Witkoff. Të dy këta personazhe në thelbin ambasadorët e elitës qifute, në fakt çufove. Nuk kanë lidhje këta me Amerikën. Pavarësisht se janë përfaqësues të Amerikës, Amerika është e pushtuar nga çufët. Dhe këta përfaqësojnë çufët që kanë pushtuar Amerikën dhe tamam teknikisht përfaqësonin vetë Bibi Netanyahu. Dhe kur Trumpi çoi Putinit, këta të dy negociatorë që nuk u bë asnjë paqe, si gjë, në fakt i çoi përfaqësues real të luftës. Këta e kanë luftën, me këta e ke punën, se ke me mu. Dhe çufët janë ata që prodhuan martesën e detyruar të arrit me dragojnë, dhe po çufët janë ata që nuk e lejojnë bët paqe në Ukrainë, që të mos martohet Shqiponja me Ariun për të bërë divorcin me dragojnë. Pra, shkurt muhabeti. Raporti Trumpit me Putinin u kuptuan në Alaska. Ishte një takim misar, ku gjua trupit tregonte pikërisht dy aleat, dy gangster që janë marrë vesh me njëri tjetrin. Kurse kur pam Xin me Trumpin, kuptuam që këta dy gangsterët janë të detyruar të bashkëtojnë për të darzuar të influencës tyre, por nuk e duan njëri tjetrin. Pra kemi një raport feeling Trump-Putin dhe kemi të raport të dyja palët janë destruktive në raport me njëra tjetrin, mund ta shkatrojnë njëra tjetrën dhe për këtë arsye janë detyruar të bëjnë paqe. Sa më si film me gangstera, nuk kupton logjikën. Tani për ta kuptuar takimin e Pekinit, duhet të kuptojmë takimin e Alaskës. Çfarë ndodhi mbas Alaskës? Takohet Trump Putin dhe askush se mori vesh çau tha çau bë. Kam dhënë një podcast para se takoheshin, që ky takim do jetë për të treguar botës që Amerika do paqen, por se lejon Evropa. Dhe Evropa le ta marrë kurriz luftën. Po ndërkohë thash që këtu janë çufot. Marrë tani pasojat e takimit të Alaskës. Mbas Alaskës ne kemi Venezuelën, ku Amerika merr kontroll koloninë kineze të naftës, që ishte Venezuela. Marrim luftën në Gjirin Persik. Kemi bllokim të furnizimit të Kinës me energji nga lindja e mesme, jo vetëm nga Irani, edhe nga Arabia Saudite. Nga ana tjetër, gjithë ata që kanë dëgjuar historinë e Groenlandës nuk e dinë arsyen pse kanë dëgjuar. Po në fakt, Groenlanda është jetike për Amerikën. Për shkak se është një rrugë e tretë në botë që quhet rruga e Arktikut, ku flota prej 32 anijesh ruse, akuthyese, ku një pjesë janë bërthamore, pra që s'ka nevojë as për të shkuar në port, kanë krijuar një kanal kalimi ndërmjet akuthyeseve që kanë në gjitha anijet e Kinës drejt Evropës dhe drejt burimet naftës në Rusi. Çfarë do thotë? Kjo do thotë që kinezët kishte 3 burime nafte. Kishte linjën e mesme, kishte rrugën e Arktikut, kishte edhe Venezuelën. Me këto të 3 furnizoi Kina. Bas, me energji. Një superfuqi si Kina është si thosh dabzherri më i madh në botë i naftës, sepse ka nevojë pafundësisht për energji. Në moment që Trumpi i zuri Venezuelën, i zuri dhe Gjirin e Ormuzit, Kina ngjelte në duart e Arktikut rus dhe në duart e Rusisë. Dhe kemi një kalim të madh, një trascendencë të jashtëzakonshme, një transferim total të dominancës. Në qoftë se Kina mund t'ia bënte Rusit në të gjitha sfidët e Kamasutrës dominimin, për shkak se Rusi s'kishte alternativë tjetër përveç Kinës, pas luftës të Ukrainë gjithmonë. Në këtë moment dyshojmë 100% raportin. Kina ka varësi totale nga Rusi, sepse është i vetmi burimi i sigurt i energjisë, që i vjen nga toka dhe nga Arktiku. Por Arktiku me Groenlandën nuk është hartë që kemi pa në shkollë. Ajo harta që kemi pa në shkollë është fake. Harta e vërtetë është me qendër polin e veriut, që po ta shtrish kështu, kupton që Groenlanda kontrollon gjithë rrugën e Arktikut. Pra, rruga e Arktikut e vetme që ka nga Kinës. Po ti bllokosh kanalin e Panamas, që ka marrë Amerika apo jo.
Po ti bllokosh kanalin e Suezit, që kur dush e kontrollon Amerika apo jo? Që Gjiri Persik është bllokuar totalisht për shkak të Amerikës apo jo? E vetmja rrugë nga ishte Arktiku dhe rruga toksore ruse. Më fal, po nëse unë me anë të Groenlandës të zë dhe Arktikun, ty të vetëm rruga toksore ruse apo jo? Pa mund të bëhet Kina me aty, nuk bëhet dot. Po kush është vlera e Rusisë të historisë? Po të shohësh mas Venezuelës dhe Gjirit Persik, sot ke dy fuqi në botë që drejtojnë gjithë kontrollin e burimeve të energjisë. Njëra quhet Amerika dhe quhet Rusi. Dhe Rusi fiton çdo ditë për Gjirit Persik, për krizës, $1 miliard më shumë në ditë, por Rusi nuk është një ekonomi e fuqishme si Amerika, që do me ditë për 1 miliard. Ka nevojë për ato 1 miliard. Për shkak se situata ushtarake dhe ekonomike që ka Rusi, pavarësisht avantazheve të mëdha që i ka prodhuar lufta ose ka diversifikuar ekonominë dhe ka bërë më të fuqishme, është jetike për bilancin tregtar. Pra ky 1 miliard që merr Rusi në ditë, nuk ka vlerën e 1 miliardi në Amerikë, por ka vlerën e 100 miliardëve në Amerikë. Apo 10 miliardëve, më kupton logjikën. Për shkak të profilit të ekonomisë ruse dhe popullit rus, sasisë popullsisë, nevojave ekonomike. Dhe Rusi në këtë moment është bërë superfuqia bashkë me Amerikën e kontrollit burimit energjisë në botë. Dhe njerëzit nuk e komentojnë fare në mediat shqiptare se si rusit janë hequr me kohë sanksionet për shkak të Gjirit Persik. Çdo të thotë, Rusi nuk është bërë sanksione për naftë. Mund të blikë çdo naftë ruse. Sepse ja kanë hequr de jure, po them, po asnjë flet, se kanë frikë flasin, se diskreditohen po ta thonë. Po Amerika ja ka hequr me kohë. Pra kush do mund të bëjë tregtim me rusët? Problemi që ndron këtu, se këtu është sekreti, që kjo që ka bërë Alaska, Trump, Putin, ka fuqizuar dhe Amerikën dhe Putinin, sepse ka bërë monopolizues të tregut të energjisë botërore. Sepse duke bllokuar Hormuzin, duke bllokuar Panaman, duke bllokuar Venezuelën, ata kontrollojnë sot gjithë rrugët e naftës në botë. Dhe çmimi i naftës që rritet, që dobëson ekonominë e botës, në fakt tregon dominancën dhe pushtetin total të Rusisë dhe Amerikës mbi tregun e naftës. Dhe Rusia është kthyer nga i varur nga Kina, Kina është kthyer në varur nga Rusia. Tani, para se shkonte Trumpi në Kinë, marroi këto detyrat e shtëpisë. Ku një nga detyrat e shtëpisë ishte ti thot Kinës që unë kam në dorë naftën, dhe ti ke vetëm Rusin. Po. Që kjo është marrëveshja e Alaskës. 2. I thot Kinës, ne të dy jemi fuqitë më të mëdha ushtarake aktuale përveç Rusisë. Por Rusia nuk ka më interes bëj luftë me Amerikën. Që të thotë je tek për tek me mua. Të dy ne shkatrojmë njëri tjetrin, asnjëri s'fiton. Këtë i thotë Xia Trumpit, asnjëri s'fiton. Pra, Sun Tzuja ka drejt, ka të dy, por Xia i kujtoi Trumpit një shprehje shumë të fortë, që asnjë s'e ka komentuar. I përmendi historinë e Spartës me Athinë. Historia e Spartës me Athinë është shumë interesante. Ka një analist ky historian i famshëm, ky Diçi as se ka ai, po vjet, ne jam keq me emrat, shpesh ngatroj së motor. Po një nga historianët e vjetër ka bërë një përcaktim të arsyes pse u bë lufta midis Spartës dhe Athinës. Lufta midis Spartës dhe Athinës u bë në momentin që njëra nga fuqitë erdhi si fuqi e re. Çfarë ndodh kur një fuqi ka dominancë dhe krijohet një fuqi e re? Do bëhet luftë. Ose do bëhet paqe. Por rrugë tjetër nuk ka. Pra o do ulen përballë dhe të vriten, ku njëri të fitojë, o do ulen të fillojnë luftën pastaj të bëjnë paqe që ndaj zonën e influencës. Më e mira është të mos bëjnë luftë, ta ndajnë punën që fillim. Por është e pashmangshme përballë ushtarake. Mjafton që ta kuptojnë që ka risk lart dhe të mos e bëjnë, po të ndajnë zonën e influencës. Pra, fuqia e vjetër duhet të mirë kuptojë rritjen e fuqisë së re. Po dhe fuqia e re duhet mirë kuptojë dominancën e fuqisë vjetër. Që do të thotë Kina është një fuqi e re, Amerika një fuqi e vjetër. Që do thotë rrugë nuk kemi, o do vritemi, o do merremi vesh. Pra dora kurudha e Trumpit me Xin nuk është midis Spartës dhe Athinës. Pra janë dy fuqi që duhet merren vesh vëlla. Se s'kan rrugë tjetër. Dhe në këtë takim, këto dy palë shkuan ku secila kishte armët e veta. Çka kishte Amerika? Naftën. Kishte fakti që rusët tashmë shef një perspektivë të re, se s'ka më nevojë për ty. Pra ti nuk mund të jesh më kur vjen ke unë me BRICS-in, se këtu është sekreti ke BRICS-i. BRICS-i kishte një projekt kundër Amerikës, të fshehtë, që Trumpi e ndaloi. Këta kishin bërë gati një kurs për Amerikën në raport me dollarin. Në vitin 72, dollari kaloi nga ari tek nafta. Pra, prandaj quhet petrodollar. Dollari naftës.
siç kemi ne lekun që është leku kokainës, siç ka Zvicra, frankët që varet nga ari. Koncepti është që Amerika e ndërtoi hegemoninë globale për shkak të çufove, të varur 100% nga shitja e naftës me dollar. Pra nuk ka rëndësi kush e blen dhe kush e shet. Ja thonë tash me dollar. Dhe kjo e mbante dollarin si monedë më të fuqishme në botë dhe të vetmen që përdoret në tradhtinë globale. Dhe kur u krijua BRICS-i, ishte një parapërgatitje për shkallën e një krize të re që mund ndodhte, që ndodhi, që ishte lufta në Ukrainë. Po ishte kohë përpara BRICS-i. Dhe BRICS-i, për shkak të bllokimit që i bën rublës dhe transferave të Rusisë në çdo monedë tjetër, detyroi Rusin që të investohet fort me Kinën për të krijuar një tregti të re pa dollar, sepse Rusi nuk mund të shiste më me dollar, se ja kishin blloku. 300 miliard dollar ja kishin blloku. Kinezi nuk ka nevojë të shiste me dollar dhe me dollar, sepse di që fuqizohet Amerika. Dhe ka një armë kundër Amerikës që është mos të përdorur dollarin. Dhe ky trend që filloi të nisi për shkak të BRICS-it, për shkak të martesës detyrimtare me Dragojin, nga çufot gjithmonë, po përgatiste një grop të madhe për Amerikën që do fundoste dhe do të ngrihet më dot kurrë, që bëhet fjalë për një goditje botërore të mos përdorimit të dollarit në transferat e energjisë. Çdo të thotë, këta kishin përgatitur një goditje të Amerikës që naftat mos shiten më me dollar. Po çfarë është kjo? Depresioni i madh në 1929, kriza e madhe. Kush e bën atëherë? Çufot. Kush e bën tash pra çufot? Dhe këtu fillon loja. Në moment që Trumpi bllokon Venezuelën dhe detyron që çdo litër naftë e Venezuelës të shitet me dollar, në momentin që ai bllokon Hormuzin dhe Irani që drejton shitjen pa dollar dhe janë bërë gjithë entuziasta që rrethojnë Iranin, ka filluar gjithë ta të punojnë me Rusin, me Kinezin, me Indinë, me gjithë pa dollar, BRICS-i pra. Në një moment caktuar, gjithë e kuptojnë që ka ndryshuar loja, sepse konflikti në lindjen e mesme bllokon çdo lloj tregtie nëpërmjet luftës me Iranin. Irani ka një armë atomike që quhet ngushtica e Hormuzit. Ajo është armë atomike. Të dhjefsha gjithë bombat dhe gjithë raketat. Ajo është fuqia reale, që ti të kontrollosh ngushticën e Hormuzit dhe të bllokosh gjithë botën. Dhe të gjithë kanë frikë aty, dhe asnjë mos më pas dashme e kesh me ty, që sot Irani është më i fuqishëm se kurrë. Pikërisht në kundërshtim me planën e çufove në raport me Iran. Dhe në këtë lloj logjike, Kina ishte viktima më e madhe e kësaj historie. Si u blloku Irani, ju blloku Venezuela, ju blloku Panamaja në çdo çast që do Amerika, dhe mbi të gjitha e gjithë lindja e mesme. Ju bllokun gjitha rrugët. Çfarë negociate ka bërë Trumpi në të vërtetë në Pekin, ajo që sta e thonë televizorët, dollari. Tashi, kush janë armët e Kinës? Armët e Kinës kundër Amerikës janë 3, janë të forta. E para armë quhet mineralet e rralla. Ke dëgjuar tokat e rralla? Tokë e rrallë. Janë ca elemente në tabelën e Mendelejevit që janë themel për gjithë teknologjinë e sotme. Teknologjinë inteligjente, që ka të bëjë me robotët, ka të bëjë me pajisje industriale, me printerat, me satelitët, me gjithë shka. Këto metalet rralla i kanë gjithë botën, por kanë një kosto ekstreme për punimi për t'i nxjerrë. Pra, nga kjo paketa do dali vetëm një cigare. Po kupton logjikën. Po që të dali vetëm kaq pak nga gjithë paketa, duhet një teknologji shumë e zhvilluar me milingona brenda, me kinez brenda. E kuptove logjikën. Pra vetëm Kina ka kapacitet dhe kontrollon 95% të tregut botror të nxjerrjes mineraleve të rralla nga mineralet. Pra ti merr një mineral kaq madh dhe është i kaq vogël. Vetëm Kina mund ta bëjë këtë gjë. Dhe kontrollon sot 95% të tregut botror. Po çfarë do thotë ky pushtet? Kontrollon gjithë teknologjinë e botës, apo ja? Pra, a ka kuptim teknologjia amerikane, robotike, satelitore etj? Pa burime të kësaj. Pak celular, me ato punoj. Që do thotë, Amerika kishte frikë nga Kina, siç ka kjo naftën, ajo mund të përdori këtë. Pra, Amerika po negocionte herë mineralet e rrallë, mos ma ndërprit si kundërpesh që kanë blloku burimet e naftës. E dyta, Kina kishte një armë tjetër që është shumë e fortë. Kina ka blerë gjithë borxhin e Amerikës, pjesën më të madhe të borxhit të Amerikës. Si funksionon sistemi i borxhit? Tashi, Amerika ka ndërtuar një sistem ku Rothschild & Co ka krijuar një bankë të tyre, që ka një shkojnë brenda dhe prodhon para. Tani pyetja është, masi printon Rothschild i paratë e Amerikës, pra kjo elitë botrore, çufosh, prodhon paratë. Çfarë ndodh me këto paratë? Këto i marrin bankat e tyre. Dhe këto ja shesin Amerikës. Megjithse
dole nga printimi. Amerika ku merr borx? Merr borx ke banka Rothschildve. Po ku i gjen Rothschildi para që jap këtyre? I printon. E ka fituar këtë me grush shtetin Amerikë në 1911-12, ku themeloi Federalin Rezerv. Që Kennedy prandaj e vran, sepse ai deshi që të prodhoi para vetë shteti amerikan, jo Rothschildet për Amerikën. Ma kuptove logjikën. Dhe e vran 63-shin, siç vran dhe vajin 68 për të gjë. Tani, ky sistemi global është që këta prodhojnë para, Amerika i merr borx, para që këta ka shkonja, dhe këtë borxhin që i merr atyre, edhe drek. Tani ku i gjen parë Amerika? Se prapë s'del llogaria, shet bono thesari dhe i blen Kina. Pra, Amerika, varet po si ishte përpara, ishte ndryshe. Në 1972-shin, kur u bë kalimi nga dollari i arit në dollarin e naftës, kishte një marrëveshje për ta bërë këtë punë. Cila ishte marrëveshja? Vendet e Gjirit Persik, Arabia Saudite and Co, do të blenin, do të shisnin naftë vetëm me dollar. Pra do impononin botës rendin e dollarit, që quhet petrodollar. Pra dollari varet nga nafta, nga qarkullimi. Dhe çdo vend në botë ishte detyruar që të pranohet në tregtin ndërkombëtar, në bed globalizmit, që të shesë të blej naftë me dollar. Pyetja është që me qoftë në Arabia Saudite dhe shes naftë me dollar, unë s'di këtë me dollar do të bëj shumë. Apo duan godina të tëra plot me dollar. Si ja bëjmë? Kushti ishte ti do blesh me dollar, pra ti do shes me dollar, po tu do me këto dollar do blesh borxhin amerikan. Çdo do blesh borxhin amerikan. Këto dollar, siç u prodhuan nga shkolla e Rothschildve, dolën ke bankat do blejnë naftë, do qarkullojnë parë në përbot, dhe këto parë do kthehen në vend Arabi Saudite dhe këtyre tjerave, prapë në Amerikë. Dhe kjo e bën gjithmonë dollarin për herë më të fortë, për herë më të fuqishëm dhe dominant. Problemi është që filloi ta blej Kina. Ndryshonte loja. Ma me që e blenë të Kina në një çdo moment me këtë dollar që ka bler, ka një pushtet veçantë, është që ti i ke borx. Dhe ky është një instrument shumë i fuqishëm, që nëse ti pezullon përdorimin e dollarit nëpërmjet naftës, që s'lejohet më të shitja me dollar, ku ka influencë BRICS-i, në atë moment ti borxhin që ke këtu, si thosh e ke plus armë, për shkak se ti ke dhe dollarin, ke dhe borxhin. Pra ti ke bllokuar dhe dollarin, ja ke ul verën, ti ke dhe borxhin dhe Amerika shkon kështu, sepse ai është banka reale. Kush e prodhoi këtë? Sistemi i çufove. Tani vazhdojmë. Në momentin që Amerika shkon në Kinë, takon Xin dhe bisedojnë për marrëveshjet e tyre, Amerika ka qartë që ka borxhe. Pra ka shkuar ka që ka borxhe apo? Apo jo? Kjo është armë e Kinës apo jo? E treta që ka Kina armë fort shumë. Kina nëpërmjet tregtisë, nëpërmjet prodhimit, kontrollon tregun amerikan, si të prodhimit si të shitjes. Ka rol shumë fuqishëm Kina. Në Amerikë, Kina është kudo. Futesh me shtëpi kineze. Rrobat, kompjuteri, celulari, çdo gjë, banjo, dushi, s'është më lirë, kupton? Kina ka krijuar monopolin botëror të çdo gjëje që prodhohet në botë. Kina është kthyer në kompleksin industrial të botës. Kush e krijuan? Kujtohu ke Clintoni. Ultimatumin 2000. Kujto ke pyetja e këtij si s'm vjen emri atje, thot ç'patëm ne që prodhuan armikun ton, varrëmisin ton. Pra këta krijuan një Kinë që kontrollon botën ekonomikisht, dhe Amerika kur shkon Kinë ka përballë një që i ka metalet e rralla, 2 i ka borxhin dhe 3 i ka gjithë bilancin ekonomik. Ku prodhohen farmacitë amerikane? Gjithë në Kinë. Këto Bill Gates dhe këtyre tjerë, Big Pharma. Domethënë Kina Amerika po munohet ta fryjë gjën që është e madhe kur Kina e ka marrë gjitha. Atëre, kur shkon Trumpi në Kinë, shkon me një armë fuqishme, që është nafta. Më shqyqy që e ka një të paktë. Dyta, ja, shprit se ka akoma. Trumpi i shkon dhe i thot, ore, nuk s'koma si gjë me ju. Me dollar la. Pra, kur shkon Amerika në Kinë, kur shkon Trumpi në Kinë, që është biznesmen në mentalitet, shkon dhe i thot, ne të dy jemi Sparta dhe Athina, që thot dhe Xia. Ne o do merremi vesh, o do zhdukemi nga faqa dheu, duke luftu me njëri tjetër. Por rrugë tjetër s'kemi. O do merremi vesh, o do vritemi. Të mesme nuk ka.
Dhe takimi i Trumpit është kur Trumpi ka një armë që përveç naftës, më fal, po i sekond, nëse unë jam Amerika, unë kam naftën, por kam një kërkesë. Vazhdojmë me ekonominë, vazhdoj shesim me blejmë, do merreni vesh, por ti s'do përdorësh më atë lojën që po bëj, atë komplotin, atë gropën ku do mfusje, që do bllokojë gjithë blerjen me naftë, me dollar të naftës, dhe unë të shkoja në krizë. Ti do vazhdosh me naftë, pse? Po Venezuelën e kam unë. Ty në Venezuelë shesi vetëm me dollar. Gjirin Persik e kam blloku. Ti ke ngel vetëm ke rusi. Problemi që ndron që u kam marrë dollaret. Nuk më rruhet mu çfarë bën ti. Po e bërë me dollarin, jemi okay bashkë. Pse? Se Amerika është një fast still që shkon grot për çastin, po nuk vazhdoi dollari rrugën e vet. Natyrisht përfitojnë ata atje, ka ajo banka e modhe. Problemi që ata nuk e kanë hallin e parë, ata printojnë para. Ata duan të shkatrojnë civilizimin perëndimor, duan të prodhojnë këtë krizë botërore, se ky është misioni i tyre, tan mudik 2000 vjeçar. Ata po zbatojnë pije për pe projektin e tyre kundër civilizimit perëndimor. Dhe Trumpi ka përballë një Kinë që po shkon një drejt një zhvillimi ushtarak shumë të lartë, dhe pyetja ishte po për Tajvanin, çfarë folën ata? E ka dhënë përgjigjen Kissinger në vitin 1975. Kissinger takohet bashkë me Nixonin, me o Chuen Lai, o Deng Xiaoping, se mbaj mend mirë emrat, më duket se Deng Xiaoping, po. Dhe i thot ky Nixoni, më duket, kush ishte president, thot që ne kemi problem, mund të kesh 72-shin takimi. Ne kemi një problem, thot, që duhet ta zgjidhim sot. Ne kemi Kina me fshatar. Kina e marruar, e vdekme. Ke pa çalli Kinë po flasim. E vdekme fare. Po me një supermendje që ishte Deng Xiaoping, kështë i lidhur me ato treshën e çufave. Dhe i thot, kemi hanë Tajvanit, thot. Si do ja bëjmë me Tajvanin? Dhe përgjigja që jep Deng Xiaoping, thot. Tajvani ka qenë, është dhe do të jetë tokë kineze. Po për ne nuk ka asnjë rëndësi për situatën ku ndodhemi, nëse kjo punë e bashkimit zgjat 5 vjet, 50 vjet apo 500 vjet. Është tokë kineze, ne e kemi me nge, do ta marrim çast në dur. Kur vajti Trumpi atje, po i heq Kinës mundësinë që në këtë situatë të shfrytëzojë çastet gjeopolitike që të bëhet luftë në Tajvan. Dhe siç e shoh unë se Altin në fantazinë time, nuk do ketë luftë Tajvan, fantazinë time, por do ketë marrëveshje ku do mund të caktohen 10-15 vjet kalimin e Tajvanit në Kinë, 2 sisteme, 1 shtet, ku koncepti që kam unë kokë është që gjatë këtij tranzicioni rreth 4-5 milion njerëz do bëjnë shtetes amerikanë, do ikin nga Tajvani, do vinë në Amerikë. Dhe do vinë pjesa që prodhon. Në Tajvan ndodhet qendra botërore e kontrollit të gjithë teknologjive të çipave. Që do të thotë, Tajvani sot është furnizues numër 1 në botë i çipave. Kush kontrollon Tajvanin, kontrollon çipat. Ka një rrugë. Merri gjithë tajvanezët e çipave, bashkë me ushtrinë e tyre, jepi pasaportë amerikane, çojnë në Amerikë, çmontoi fabrikat, çojnë në Amerikë dhe merret Tajvani se s'vjen puna zreqet. Ma kuptova logjikën. Tashi, ku do preferon të jeton të një tajvanez, në Kinë apo në Amerikë? Varet që Amerikë do kemi. Ma kuptove logjikën. A është joshë se Amerika për një tajvanez? Unë mendoj që po. Dhe Amerika do ta negociojë Tajvanin. Jo se është pronare e Tajvanit, por nuk do ketë alternativë tjetër, sepse fuqizimi i Kinës ushtarak dhe mbi të gjitha profili i përqendruar ushtarak teknologjik i Kinës drejt Tajvanit, pra për të pushtuar Tajvanit, ka shpikur një lloj anije të re, ka shpikur një lloj porti të ri detar që krijohet nëpërmjet anijeve. Kam parë gjitha filmat dokumentar që shpjegojnë se si Kina planifikon të pushtojë Tajvanin. Koncepti është që mas takimit të Kinës me Amerikën nëpërmjet Trump-Xi të kësaj jave, ne kemi marrë 2 oportunitete në gjeopolitikën botërore për ndryshimet përkatëse. E para, ekziston shpresa që Kina të futet negociator me Iranin. Ky është mallkim për Izrael. Nëse Kina futet negociator i Amerikës me Iranin, Izraeli është në krizë të madhe, sepse Amerika nuk ka fuqi ta bëjë vetë, se është e marrë peng nga këta. Por nëse futet Kina, këta më fal për shpeni hanë me derën Kinës. Pasi Kina kur futet me hallet të mëdha. I duhet se s'bën të shtiroj Hormuzin, i duhet se s'bën Irani,
Dhe ka aq shumë nevojë për këtë gjë, sa është i gatshëm të përdor të gjithë influencën e vet tek Irani që të gjetë rruga për paqe. Por rruga për paqe, duke qenë Kina në lojë, nuk mund ta dizavantazhojë Iranin. Do ta favorizoj. Por për Trumpin në shpëtim, ja, e zgjidhëm mallin apo jo. Pra Trumpi është puna si me dalë nga kjo luftë. Po doli Trumpi nga kjo luftë dhe futet Kina për ta zgjidhur hallin. Më fal, pse u bë lufta valla? Që të bëhet Irani më i fortë. Po Irani ishte më i dobët para luftës. E urrenin gjithë, izoluar nga gjithë, me protesta, me demonstrata, me dhunde protestuesve, me gjithë qijat. Sot Irani, nëse në futet Kina si negociator, dhe Amerika shpëton nga halli, se sirot Hormuzi, i gjithë thonë, ore vlla, ç'a ndodhi? Ja, pra negociu me Kinën, thot Trumpi. Pra u harru Irani, pra u përdor Irani për negociu me Kinën. Ma kuptove logjikën. S'do ketë as luftë Tajvan? Do vazhdoj biznesi? Do mbrojë interes amerikan, dollari do vazhdoj. Ndërkohë, kush do pyet Amerikë? Po mirë, ne humbe luftën me Iranin. Çfarë humbe luftë? Kush kishte bërë luftë me Iranin? Kush ka thonë ti? U kisha në Kinës. Trumpi kështu shpoton. Po ngjelet Izraeli vetëm përban një Iranin më të fortë. Dhe unë këtë kam thënë para luftës. Loja është që i marrur i peng që është Trumpi, Amerika në këtë rast, do fuqizoj targetin që duhet ta sulmoj për shkak të urdhrit të pengmarrësit, duke shkatruar veten si reputacion, duke shkatruar lojën si lojë dhe duke fuqizuar armikun, duke bërë pikërisht atë që duhet bëj për të fuqizuar armikun, por që në fakt po bën nga pasioni i madh që ka dhënë urdhrin pengmarrësi. Dhe fund fare pengmarrësi është i vetëm përballë targetit. Pra targeti ja ha kokën pengmarrësit, jo ky se ky sa marr as ja bët. Dhe në këtë logjik, po të futet Kina negociator, Trumpi e mori një fitore. 2. E lëm punën që shkoj si shkoj. Problemi është që a do ketë luftë Tajvan? Amerika sot është në krizë për ushtri. Pse? Gjithë energjia ushtarake është përqendruar në Iran. Ka harxuar një sasi të jashtëzakonshme municioni të shpejtë. Rusi shpëtoi nga kriza në Ukrainë për shkak se gjeti 2 furnitorë, që ishte Korea Veriut dhe Irani. Po për çfarë? Se këtu është pyetja. Për lënë të parë ditore luftarake që është municioni. Çfarë të ndodh në një luftë? Në një luftë me një front 3000 kilometra linear, është fronti i luftës, është më i madh. Po them ai që është tamam përqendruar lufta. Ty të duhet për çdo metër municion. Të duhet për çdo 10-15 metra gryk zjarri, të duhet për çdo 100 metra gryk topi. Të gjitha ato duhet vjellin zjarr pa pushim. Pra të duhet municion pa fund. E njëjta gjë edhe në krahun tjetër, në të dy krahët e luftës. Çfarë ndodhi? Evropa zbrazi çdo magazin. Dhe dha Ukrainës. Rusi, sa do të kishte magazinat plot, i duhet shko për rikuperim, që të puteshin punë gjithë fabrikat e veta. Dhe i duhet municion i gatshëm, ja dha gjithë Korea Veriut çka kishte. Ja dha Irani ato dronët e tjerë, sa ti merrte dorë Rusi, pra sa ti vende kapacitetet prodhuese të municioneve në punë. Dhe kjo shpotoi Rusin që sot bën ligjin, sepse pati mbushje magazinash në kohë reale. Kurse Amerika i zbrazi gjitha në Ukrainë. Dhe kur vajti në Iran, kishin ngel vetëm një pjesë. Dhe kur vajti një pjesë, u harxhu gjithë ajo pjesë. Dhe është harxhu 25% kapacitetit municioneve amerikane, që është 2 lloje municionesh janë. Raketa Tomahawk dhe një raketë që sa më të emrin. Dhe kjo bëri që Amerika të jetë në krizë raport me Kinën, se mund të sulmojë Tajvani. Po s'kan mjete. Se është koha furnizimit anijeve. Dhe Trumpi thot, vajta në Kinë dhe neutralizova Tajvanin. Më kupton logjikën. Po që se futet Kina në Hormuz për të zgjidhur si negociator me Iranin, Trumpi thot, e pa qa bona me Kinën. Qa bërë ti me Iranin, more? Kështë shku Iran, thote? Ku ka Iran në burde, unë e kisha me Kinën? Irani ishte shantazhi për zgjidhur problemet me Kinën. Pra nga do të ta rrotullosh, nga do që ta marrësh këtë histori, Izraeli humbet. Çufot humbasi. Dhe Amerika fiton. Tani pyetja është çfarë ndodh në Evropë me këtë efekt. Por rusit janë në sankcion. Evropa psikopatike e çufove, se çufot e drejtë, e ditë çfarë shefti me sy, va? E di çfarë janë? Sa kukulla ordinare. Çufot në Europë janë në krizë me Rusin, sepse duan me çdo kusht luftë
kësaj luftës kanë që bëjnë më, sepse në Iran diskretua morali luftës. Kur Amerika sulmon Iranin, pse kërkon llogari rusit, pse sulmoi Ukrainën? Pra hiku morali luftës, apo? Kur ti s'ke naftë, se s'ka naftë gjithë bota, ti refuzon naftën ruse, atëherë bëj paqe, bëj marrëveshje. Që do thotë, nga çdo anë që ta marrësh, këtu çështja në Evropë është duhet të bëj paqe me Rusinë. Ky është projekti i Trumpit. Atëherë pyetja është, kur ne pam Xin edhe Trumpin, dy gangsterët për katës. A kanë logjik të bëjmë analizë pa kuptuar marrëveshjen në Alaska të dy gangsterëve Trump dhe Putin? Nuk ka kuptim. Këto dy takime janë paralele. Dhe këto të dyja japin një kuptim. Si të mos ketë martesë Ariut me Dragojin. Dhe fillimisht kjo fillon duke ndryshuar raportin e Rusisë me Kinën. Sot Rusia është në maj, në raport me Kinën, në raport me pushtetit, sepse Rusia sot ka energji që i duhet Kinës. Kina nuk mund ta prish më me Rusinë dhe varet nga nafta ruse. Çfarë do që të ndodhi?